pajtohem plotësisht, unë pajtohem që mbi gjitha nuk do të as burrave të shpallin armiqësi, sepse burrat nuk janë armiq tanë, burrat janë partner tanë me cilit ne zhvillojmë jetën. Mendoj që pikërisht këtu që alën feminizmi këtu tek ne në shoqëri dhe pikërisht këtu po kemi probleme me ato kauzat e parakohshme për cilat fola më herët. Nëse ne e marrim feminizmin apo emancipimin e gruas si luftë ndaj burrave, kjo faktikisht është luftë e humbur qysh në fillim. Sepse ne pa burrat nuk kemi jetë ashtu siç ata nuk kanë jetë pa neve. Kjo që ne do ta gjejmë formën që të vim në shprehje, të realizojmë të drejtat tona, të zbatojmë të drejtat tona brenda këtij dueti, brenda këtij komuniteti. Nëse ne i duam burrat që t'i kemi krah, normalisht nuk kemi pas krah nëse ju dalim me pushka, pos me dialog edhe pos me bindje. Ne e dim shumë mirë nëse dhe marrim gjatë historisë sultanati i grave për shembull në Turqi, në Perandorinë Osmane, ka lind pikërisht pse gratë i kanë bërë partneritet me burrat. Sultaneshat kanë filluar që të zhvillojnë rolin e tyre brenda partneritetit. Ka qenë e pamundur, për shembull që ato të bëhen sultan që ta udhëheqin mbretërinë, se ka pas raste ku mandej kanë udhëheq për një kohë si regjente. Por edhe tash mendoj që ka shumë mundësi, ka shumë aspekte ku burrat edhe gratë mund të bëjnë partneritet. Ne nuk mund të